Pse musliman falen 5 herë në ditë, çdo ditë? Allahu Akbar. A nuk duket pak ekstreme? Mund të tingëlloj si e tillë, derisa kupton se secila falje merr më pak se 10 minuta kohë dhe brenda atyre pak minutave ndodh diçka e jashtëzakonshme. Muslimani falet jo sepse jeta e tij është perfekte, por sepse ai ka nevojë për atë që është perfekt. Namazi nuk është një detyrë e zakonshme, nuk është një barë apo një punë shtëpie që duhet kryer me zor. Ai është një pushim, një pauzë nga kaosi apo një ristart shpirtëror. Namazi është një ftesë për t'u larguar për pak çaste nga zhurmat e botës dhe për t'u kthyer në paqe. Të kujton se kujt i përket zemra jote dhe kush po mban jetën tënde në kontroll. Profeti Muhammed e quante namazin qetësia e syve të tij. Nuk është thjesht një ritual, por një strehë për zemrën. Një vend ku stresi, frika dhe pasiguria treten. Një vend ku gjen qëndrueshmëri në një botë që po ndryshon çdo çast. Prandaj, herën tjetër kur të shohësh një njeri duke u falur, dije se nuk është thjesht një zakon, është një mënyrë për të gjetur qetësi, është thjesht një shërim.